u diagnostikova me një sëmundje goxha të vështirë. Ishte një tumor në kokë. Ishte një gjendje e cila vuri në alarm gjithë familjen. Fëmijët u çorientuan, vajza ishte adoleshente, djali nuk arriti dot të gëzonte suksesin. Gëzimi, themi, u transformua. Bashkëshorti im u transformua sepse ne punonim dhe bashk. Në atë lidhjen tonë, ndoshta për mua më të shkëlqyerën, domethënë secili ka mendimin e vet për raportet e veta. E vura në vështirësi gjithë familjen, por e mbajta brenda mureve të familjes time. Sa kohë ishte kjo vendimarrja? Sa kohë kishe ti? Unë rreth 2-3 muaj, deri kur vendosa ku do të operohesha. Sigurisht, në operacionin e kam kryer në Itali. Pra ti duhet të operoheshe, nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër. Por ishte në fazë terminale apo çfarë? Ishte në një fazë shumë të agravuar, sepse siç duket nga puna ime e përditshme, unë gjithmonë atë rëndesën e kokës, dhimbjet e mëdha, ja kisha vënë lodhjes, sepse vërtet lodhesha. Pra ti kishe pasur simptomat? Patjetër që kisha, por në një moment emotiv, emocional, që ishte ceremonia e diplomimit të GEIS-it, aty domethënë ndodhi gjithçka, unë u fika. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.